ka qenë më lartë. Okej. Po s'kan qenë 83 në seancë. 3 të PSD-s. Nga dolen votat, më vo. 73 të PSD-s. Po vota për çfarë? Për shkarkimet, po thua? Ylli është duke thënë që Josefina Topalli dhe Sali Berisha jo pra, se ajo u sqarua. Kundër rrëzimit të kësaj. Jo pra, u sqarua ajo, se Berisha ishte në foltore kur vota doli... Jo, ma 83 ishte, ai Nuhu ishte me 83, si kishte ai. Ka dolen votat, olla, se çudi e madhe kjo. Rama s'ka qenë, Belinda jo. Që janë deputet me votë. A mundet të shtoj një argument politik këtu? Do të thënë, ne pam mungesën e qëndrimit politik përmes së votos së Partisë Demokratike dhe në këtë rast. Mos tash ka votuar PD, Rezim Xhone. Mbi cilësinë e parlamentarizmit në Shqipëri. Pra, nuk ka votuar Partia Demokratike, madje nuk ka votuar fare ndaj dekreteve të presidentit. Nuk ka votuar fare. Po 85 nuk është ere parë kjo Partia Demokratike. 85 Belindës ka dolën. Si rregull nuk voton. Se për të shkarku Belindën u bën 85 vota. Nuk e di. Po me shifrat zyrtare. Ka i problem me votat aty, s'po marrim vesh. Vonë është problem politik apo hiqeve karta domosdoshmë, se kuptoj këtë. Kishte problem. Erla. Një sekondë. Okej. Për shkarkimin, Manjan dëgjoj, mos u ngatro. Për shkarkimin do kenë votuar edhe të tjerët atje. Për shkarkimin pra. Ka votuar për PD-ja fare. Mi pra PD-ja jo, po kanë votuar ke të Arlind Qorit, ke të Lapajt, ke Shehajn, janë 2 deputet. Shë prezant pra Sheha iku, ka votuar tjetër. Okej, Erald Kapri. Okej. Për shkarkimin po. Po ja ku gjetëm, do ku dolen numrat. Mirë, dëgjoj, meqense kanë votuar edhe pro, 83 si ka pas pesoja sot. Kaq. Po me o duhet parë, dakord, ja të interesohemi tani, me që e ngritet i të shqetësim se nuk... Po i bie që e zhurma bëhet kot se këta votën e japin, në kupton, këto ka madhe. Në votën kundër. Ja, më nuk ka dhënë njëri vot. Pro, le kundër iku. Nuk ka dhënë njëri vot Manjan se do ishte bërë lajm deri tani, nuk do të ishte ngelur që ta kapje ti këtë. Po se është bërë me kurva me 0,900 të shtekë, kë ka qenë lajme. Ne kemi 1 orë gjysmë të marrë me këtë punë. Ajo ka ndodhur, votimi ka ndodhur para dite. Pse i thua të lutem? Pse ja? Pse i thua të lutem? Pra pse këtu e ruan se unë kam etikë për vete. Bravo. Jo, këtë lloj etike, këtë standard do e ruajmë dhe për parlamentin. Po duhet ta ruaj edhe Manjani. Në mënyrë që edhe ne deputetët të cilët nuk na pëlqen kjo lloj gjëje të mos ndihemi si Erla nuk i jep 70% aty dhe 30% neve. Klasim gjithë njësoj neve. Po s'është vërtet kjo. Dhe kemi të gjithë njëjtën mundësi për të ndërhyrë, për të bërë propozime, për të bërë dhe ty konstatime. Jo 70-30. Tani duhet 60, opozita 40, majoranca në të folur sot. Me statistikë. Ngatron ndërprerjet e seancave dhe shefin me flas për minutazhin e përdorur nga opozita. Manjan se ishin në foltore kur u shkarkuan edhe Saliu më dakord, po ty ka votë. Po jo pra se ishin foltore po them. Po kush ka votuar pra se s'po marrim vesh. Tani, pyetjen për Albatrosin, se duam ndalen pak te Kosova se në këtë kaq minuta sa na kanë mbetur në pjesën e dytë. Tani çfarë po ndodh në Kosovë? Se në momentin ku duke sikur ishte në ngërç situata për zgjedhjen e presidentit, Vjosa Osmani doli me një propozim për amendamente kushtetuese që presidentit zgjidhet nga populli, menjëherë erdhi një reagim pozitiv nga vetëvendosja, ata e pranuan, e kanë futur në seancë plenare. S'ka kaluar në votim tani, është rrëzuar. Jo, nuk është rrëzuar. Ma shpjego pak të se çfarë po ndodh? Dhe çfarë është ky propozim i orëve të fundit Vjosa Osmani? Sistemi kushtetues Kosovë është shumë i komplikuar. Po? Aty në sallë në ora 20 kanë qenë 93 deputet, por mungon kvorumi i duhur kushtetues, sepse për ndryshimet kushtetuese duhet të jenë pranishëm në 2/3 e deputetëve të pakicave. Domethënë është ai rregulla e Badinterit, shumica e dyfisht. Për të qenë i lidhshëm votimi për ndryshimet kushtetuese. Pra duhet 80 vota pro, por me kushtin që mbrana këtyre 80 janë edhe 2/3 e deputetëve nga minoritet. Kjo i komplikon pak gjërat. Ajo çfarë ka ndodhur në këto javët e fundit është që një gjë është, unë këtë gjë e kam diskutuar shumë në televizionet e Kosovës, një gjë është e vërtet, Albin Kurti nuk është ndjerë komod që ta rikandidoj Vjosa Osmani. Pse s'është ndjerë komod? Sepse ai mendon që duhet ta ketë hijen e vet politike, ai mendon që ka ardhur momenti që të sqarohet ajo nëse votat i ka fituar si Albin dhe Vjosa, apo vetëm si Albin. E ka si sfidë personale të vetën, e para. E dyta, marrëdhënien mes Albinit dhe Vjosës nuk ka qenë e lehtë. Presidenti Osmani di të jetë territoriale, në kuptimin që ndërhyn në territorin kushtetues të tjetrit. Ka penguar Ministrinë e Punëve të Jashtme në disa emërime që ka pasur të bëjë, ka refuzuar, nuk ka qenë bashkëpunuese.
është ai momenti kur i ka thënë kryeministrit ti po bën bigjoz me fatin e Kosovës. Pastaj është ky mbivendosja e saj në raportet ndërkombëtare, për shembull nga 12 ftesa që vijnë, spaku 6-6 duhet të jenë, ta flasim realitetin, në 6 vende shkon kryeministri, në 6 vende shkon presidenti, nuk mund shkojë të gjitha presidenti. Këto janë të gjitha shqetësime legjitime që i ka pas Albin. Këto janë arsyet që ti thua Albinin nuk ai ka tentuar, unë njoh mirë dinamikën e këtij procesi, ai ka tentuar që të arrijë një konsenzus me parti tjera rreth nominimit të dikuj nga familja Jashari, përkatësisht të Murat Jasharit. Ka pasur një disponim fillestar nga ana familjes Jashari që të bëhet kjo mundësi, por pastaj ata kanë lexuar situatën që mund të keqpërdoren nga skena politike, edhe janë tërhequr me të drejtë janë tërhequr nga pranimi i nominimit për president. Sikur të kishte kaluar deri tash ne do kishim presidenti. Pastaj ishte e vështirë që të bëhej një marrëveshje e re, sikur Albin Kurti ta nominonte Vjosa Osmanin, opozita nuk do rrinte në seancë, me vetë faktin që nuk rrinë në seancë, e kemi në një rregull arkaik pa lidhje që është vendosur në kushtetutë, që duhet 80 deputet të jenë pranishëm dhe të votojnë. Edhe nëse nuk janë 80 pranishëm dhe votojnë, automatizëm votimi është i palishëm. Edhe kandidatura Vjosa Osmanit ka qenë papranueshme për opozitën. Në këtë opozita, në këtë situatë, ai e ka nominu dikët të vetin. Ka pasur një lidhim Lau Konjusa, njeriu i tij më i besueshëm, ka pasur një ftohje, por në momentin e fundit është bërë kjo marrëveshja në mes të Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, ku ajo del përpara me propozimet kushtetuese, që zgjedhja e presidentit t'i shkoj popullit. Edhe lëvizja vetëvendose e ka përkrahë, por jo vetëm lëvizja vetëvendose, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që nënkupton votat shqiptare janë më së mjaftueshme për ndryshimet kushtetuese. Tash pyetja është në orën 10, 22, a do vinë edhe deputetët serb apo nuk do vinë? Nëse nuk do vinë deputetët serb, çfarë ndodh? Ka dështim, por ne kemi edhe një situatë tjetër kushtetuese të komplikuara. Me sa di unë që amendamentet kushtetuese duhet para se të votojnë, duhet shkojnë njerë në kanë shku këto amendamentet vjetra nga viti 2011. E thoshte vetë Osmani në statusin e vet. Janë konsumuar ato si gjë, por ne kemi vetëm një kandidaturë, është e Glau Konjusës, që votimi i tetëlidhshëm duhet të jenë minimum 2. Sot në ora 23:59, nëse nuk zgjidhet presidenti i Kosovës, konsumohet afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit, Kosova futet në territor të pashkelur, që nënkupton që çështja duhet t'i shkojë për referim gjykatës kushtetuese. Që zgjat kjo? Mendoj që gjykata kushtetuese ka 2 tradita, ka traditën ka procedurën e përshpejtuar të vendimarrjes dhe procedurën standard që mund të shkojë edhe 1 vjet. Por në këtë rast shkohet me procedurë të përshpejtuar, dhe gjykata kushtetuese e nxjerr një akt gjykim. Në Kosovë ekziston kjo traditë që gjykata kushtetuese është shumë aktive dhe rrëzon president, largon kryeministra. Po, e kemi parë, e drejtë. Edhe tash ajo çfarë do ndodhë është nëse gjykata kushtetuese nuk i jep drejtim kësaj pune shpejt, me 7 prill presidenti Osmani s'ka dhënë mandati. Dhe e merr Albulena Agjiu, që kryetare e parlamentit. Kryetare e parlamentit që mund të jetë në detyrë deri në nëntor, pra nuk do kemi krizë qeveritare, nuk do ketë vakum, përderisa çështja është në gjykatë kushtetuese. Sipas gjitha gjasave, gjykata kushtetuese do krijojë një situatë të re që askush nuk e di çfarë do jetë. Por zgjedhje të menjëhershme në Kosovë nuk ka. Nuk ka. Paktën deri në nëntor. Nuk ka, sepse janë 2 kushte aty për të bërë. Kushti kryesor është që presidentja duhet t'i dekretojë. Në rrethanat asaj që ndodh sot, presidentja nuk do i dekretojë zgjedhjet e jashtëzakonshme, por çështja do të referohet në gjykatë kushtetuese. Edhe kështu që me fjalë të tjera... Një gjë duhet kuptoj, çfarë fitohet politikisht me këtë propozimin e Vjosa Osmanit? Pra është një manovër për të dalë nga kriza e zgjedhjeve të presidentit, apo mund të krijojë një krizë të re institucionale? Albin Kurti dhe Vjosa Osmani nuk kanë komunikuar në javët e fundit. Kanë pasur vetëm një takim para një 5 dite, i cili ka qenë bukur i ftohtë. Bukur i ftohtë? I ftohtë ka qenë. Por kjo marrëveshje e orëve të fundit i jep Kosovës mundësinë që të spaku këtë çështjen e presidentit mos ta kemi problematike. Po mirë. Sepse sepse është ai vendimi për 80 që realisht
80 të votojnë e paralizon shtatën, e bën institucionet peng të vetës. Dhe nëse çështja e presidentit i shkon popullit, procesi politik në Kosovë bëhet më i lehtë. Është një shans historik që ta heqim këtë problemin e presidentit nga kalkulimet politike dhe partitë garojnë vetëm për kryeministrin. Vetëm se ka dy gjëra. Çfarë më janë? Spari në qoftë se Albin Kurti, sipas kësaj logjike, do të pranonte presidentin nga populli. E ka pranuar, ka marrë dhe pranon, dhe ka problem Vjosa Osmanin sepse nuk e le